jam interesuar. O zoti Malota, ti çka po kërkon ti? A ti cili është ky generacion? Mu çu qeveria me mshel parti politike. Jo veç i qet. Kur e ki prokurorin. Jo, Albinat, jo veç i qet. edhe zoti Gashi. Se ishte zoti Buzhali, E dyta, ka një dallim, Po dhe me cilin prokurori? Lutem, mos flasni për Po jo, po ishte duke folur Me cilin prokurori? Nuk është askush Sigur të punoni. kundër të drejtave të komunitetit serb. Askush nuk është. Po na nuk jena sigurt ai përfaqëson vërtet lista serbe interesat e komunitetit serb. Unë jam plotësisht i sigurt. Po ne jemi të sigurt. Jo, nuk jemi, po jemi të sigurt që nuk i përfaqëson. Po hajde gjej metodën. Pse pjasoj Ne nuk e gjejmë metodën. Se përvojna se vlerimi si Nëse qytetarët sërbë nuk i përfaqëson lista serbe, duhet ta thonë ata. A duhet ta thonë ata? Kur dojnë ta thonë qytetarë serb, ne s'ka përfaqëson lista serbe. Milion. A u numëron vota? Jo, okej, milion, po gjën mënyrat. Po mënyrat janë të punu. Qysh ti me ja përzon ato qishin që tre shpulla që i vron. Ai, do më dhënë, me e përzon, me bo kretat pun që është batu, me bo rend dhe ligj, që është para kushti demokracisë, me regullu sa të mundësh, me maksimalizu prezencën e Republikës e organeve të rendit, me ja mundësu ato, kur në një moment tjetër para, se kam pos heq, as pak se kam pos prezent, kjo në vetë të regon që ti pja vëri mundësin edhe pluralizmin në përmjet mekanizmave Ju shtetit. po thoni milion, disa Qysh, po dhe milion, po palisht milion. Disa janë lanë, sepse kam votuar për Rashiqin edhe për një subjekt tjetër politik. Po në tregova që në përqindje të dhënave të numrit, në së paku në komunat veriore të Republikës Kosovës, ku bizotnon me shumic komuniteti sërb, ka ramje në të ma signifikante me qujtë, kështu jo do me thënë se të madhe, po në numër votash edhe në përkrajen. Edhe nga jo që ka unë lexoj nga veriu, shoh dhe marr informacione, në veri nuk ka prezencë, sepse ato mekanizma që janë përdor nga lista sërbe, si formacion parapolitik, liresht më ishmi thonë, e me kur e kam pos këtë strukturën para e lekut që da kë, lirisht në gjetja terrorist, se e vërtetun që janë, në petkun partijak. A kemi shtrisë suverenitetin në atë pjesë territorit, që se pyetja është milion. A jenë sigurt ata qytetarë? Ku është problemi atë? A e konë më Afrika, po bën kështu pyetje? Jo, po ta shtroj pyetje, është pyetje shumë logjike, nëse i bi, a kemi shtrisë, po thuhet që kena shtrisë suverenitetin, dakor, edhe më parë si të mirëqen, po shtroj si pyetje. Me qenë se është shtrisë suvereniteti, dashmeret të pamirëqena. Jo, me qenë se është shtrisë suvereniteti, pse ata nuk janë të lirë të votojnë këndojnë. Kush po thotë që s'janë të lirë? Jo, e that milion. Jo, s'janë të lirë me për arsye tjera, jo për arsye të mungesës së sovranitetit. Edhe të lirisë, po them. Jo, po them, mungesa e lirisë, tash ti nuk mundesh, si themi kështu, sepse lidhjet e komunitetit sërb me Republikën e Serbisë janë të nduarshme. Nuk është kjo bisedë kështu, ka që thjesht edhe pyetje që unë më me donë bardhëzi, jo kanë liri, jo s'kanë liri. A kanë shumë ma shumë liri, se sa që kanë pas, kanë. A ka shumë ma shumë gjenja faktike reale në veri, është krejt sovranitet dhe krejt republikë, me vullnetin politik të qeverisë kurti, qeverisë 2 kurti. Dhe natyrisht kjo është evident, o gjenje faktike, para fakteve na du të me hesht. Tentimi të pëlqy nuk pëlqym politikisht. S'ke e me tash këtë rast me ne. S'ka lidhe kjo punë. Por çka është ideja është këtu. Në liri nuk është ajo, si me dhe një kashe. I kanë ti na kim situata kur rehen edhe nalin ka 4 orë komunitit i sërbë, të cilët i kanë vllaznin, nonat, babën, fëmijët, edhe na për shkolla në Serbi. Kanë ndërlidhje të ndryshme andej me Republikën. Ta shuj me shtetit, kushtimisht, sepse du ta kenë Republikën e Kosovës. Por ja që kanë, e kemi mundësin ligjore 2 shtetësisë, edhe kjo është përtej, shka kem qef, na s'kem qef. Na zemrën su një avqilëm, me këshyra për donë, po s'poku mos na i minon. Edhe mos na përdor formalitete, lista sërbe, formalitete, kushtetuse, për me na i minu regullimin politik toni. Kretimin regull. Tash, une e pota, zoti Maloku e pat me vend, edhe profa, gjithësësi. Na tash mund të bëjmë edhe diskutojmë të pakufi cila është metoda ma e shnosh demokratike që ta ka përcim edhe këtë blokad. Cila është metoda ma e mirë që mos të